Romanca mes Gjesit dhe Eglit vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së publikut. Pyetja më e shpeshtë e fansave të tyre është se çfarë po ndodh me ta jashtë shtëpisë së Big Brother VIP 4. E pikërisht kjo marrëdhënie u diskutua një ditë më parë me panelin e të ftuarve në emisionin Ftesë në 5 me Bjeta Sulon. I ftuar ishte edhe producenti i njohur Eduard Deda, i cili u shpreh se i vjen keq për Eglin, por sipas tij, ajo është mashtruar në këtë marrëdhënie. Producenti shton se ish finaliste e shtëpisë më të famshme në Shqipëri është afeksionuar pas fituesit të Big Brother dhe është viktime e ndjenjes së saj. Mua më vjen shumë keq për këtë vajzë, e cila realisht është mashtruar në këtë marrëdhënie. Ajo i ka dhënë fitoren dhe gjithë vëmendjen e mundshme këtij djali. U kujdes për këtë djalë maksimalisht, tregoi që vërtet e donte. Mendoj që ajo vajza është afeksionuar pas atij djali, por është viktime e ndjenjes së saj, u shpreh Deda.